Veterniku zgjohet në shkrepjet e armëve. Një grabitje e rënë në përdorimin e armëve ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Veternik, në afërsi të qendrës tregtare Albi Madh. E gjithë ngjarja ndodhi kur 4 persona të maskuar dhe të armatosur kanë sulmuar furgonin që kryen mbartjen e parave, ndërsa kalimtarët e rastit kanë parë të merrin me sy nga armët e kësaj kanë patur panik të madh. Grabitësit e përgatitën terrenin për të kryer aktin e vjedhjes, por diçka atyre nuk u shkoi mirë, pasi njëri nga ta u plagos nga punëtori i sigurimit. Fatkeqësisht edhe një punëtor i kompanisë së sigurimit për transportimin e parave mbeti i plagosur, i cili është duke u trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Punëtori i sigurimit që u plagos në krye të detyrës zyrtare është 42 vjeçari Fahri Ademi nga Vushtreja. Ndërsa grabitësi i plagosur është serbi Miloš Vukojević, ai vjen nga Leposaviqi dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore duke u trajtuar në Graçanicë. Policia bën me dije se grabitësit pasi kanë realizuar sulmin janë larguar në drejtim të Graçanicës me një automjet të llojit pick-up. Më pas vetura e përdorur nga ta është gjetur e djegur në periferi të kryeqytetit, që tregon se autorët e kishin menduar çdo detaj për fshirjen e gjurmëve. Në vendin e ngjarjes janë ekipet hetuese të policisë si dhe ekipet e prokurorisë, ku po shikohen të gjitha rrethanat e grabitjes dhe po shikohet zbardhja e autorëve të kësaj ngjarje.